Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Deja për ju që më ndiqin dhe për ju që keni klikuar për herë të parë në kanalin tim, mirë se vini. Mos harroni të bëni një subscribe në kanalin tim që të më ndihmoni që të rritem sa më shumë këtu në YouTube. Edhe unë i shoh ato që më shohin edhe nuk më bëjnë subscribe, kështu që goca, le të ndihmojmë njëra tjetrën. Më bëni një like, një subscribe, komente, pyetje për çfarëdo që ju dëshironi. Nëse dëgjoni zhurmë jashtë, please ignore it, sepse dikush po pastron kopshtin me atë pajisjen, nuk e di se si e ka emrin, që pret barin, edhe e di që është shumë e bezdishme në sfond, po duhet ta bëjmë videon tani se përndryshe na ikën drita, edhe këto pakut këtu nuk duroj dot më gjatë pa i hapur. Unë kam bërë disa blerje. Kjo pakoja gjigante këtu është nga Sheini, pastaj kemi një çantë Guess edhe një tjetër Calvin Klein. Po ju tregoj më përpara çantat e pastaj të hapim pakon e madhe. Kjo është çanta Calvin Klein që kam bler, këtë e mora nga Vinted. E mora në ofertë rreth 30 euro. Siç ju kam thënë, unë shes edhe blej shumë në Vinted. Kjo çanta e kishte një gocë që e kishte ble edhe e kishte përdor vetëm 2 herë. Në Vinted mund të shiten produkte që normalisht janë të përdorura edhe e shkruan thjesht në kushte të mira, produkte që janë të reja dhe ti ke me etiket, ose produkte të reja që ti ke pa etiket edhe mund t'i kesh përdorur 1 herë ose 2 herë. Kjo çanta Calvin Klein ishte nga ato produktet e reja, pa etiket, që ishte përdorur vetëm 2 herë, edhe është kështu që vihet në qafë, edhe është disi kështu. Mu pëlqen shumë, se është shumë komode për të futur gjithë ato gjërat që unë du, kur do shkosh një udhtim, ose edhe për dalë, ditë për ditë, dhe mund të fusësh çelësa, telefonin, portofolin këtu, i nxit gjitha edhe është perfekte. I love it. Pastaj, çanta numër 2 është nga Guess. Kjo është marka ime e preferuar e çantave. E para fare është Pinko, po që Pinkoja kushton një qik. Kjo kishte edhe qesën e vet, qesën e kartonit normalisht, po këtë pakon e mori Claudio kur erdhi, se unë dje erdha, edhe domethënë e pash vetëm mbrëm këtë edhe ishte kështu edhe më tha që qesën e kartonit e kishte lagur shijo, kështu që ai e kishte hedhur në plera direkt. Po gjithsesi, besoj e keni parasysh se si duket një çantë kartoni Guess. Kjo është dashbegu i saj, edhe çanta është kjo. Tarararam. Isn't it perfect? Ka këtë detajin e Guessit të logos. Ky është detaji këtu, me ripin që vendoset në shpatull, kështu. Normalisht është çantë që vihet vetëm në shpatull, nuk është nga këto çanta që vihet kështu. Atëherë, ky detaji i çantës këtu kombinon me këtë ripin Guess që unë kam. Ky vihet në të dyja anët, siç e shihni. Është edhe këtë ana e zezme, nuk di me ngjyrë gri, edhe pastaj është kjo ana me këtë goldin, edhe është fix si çanta, identike. Kështu që imagjinojeni ripin edhe çantën kështu. Nuk e di domethënë. Jam pa fjalë, mezi po pres t'i vesh. Edhe çantën Guess unë e mora në ofertë dhe kushtoi diku tek 90 euro. Besoj që është një ulje konsiderueshme, se zakonisht çantat Guess janë nga 120-150, ka dhe nga ato që janë 200, por më vdes për çanta edhe normalisht punoj edhe kursej për të bler çanta. Tani do hapim pakon gigante që kemi këtu nga Sheini. E di për ju që jetoni në Gjermani, në Itali, po kohëve të fundit Sheini ka fillu t'i sjell pakot shumë shpejt. Unë këtë e porosita kur isha në Shqipëri, e porosita me datën 2 mars në mbrëmje, edhe sot është data 8 mars edhe domethënë nuk janë dashur as
as tamam 5 ditë për të ardhur pakoja, kështu që bravo Sheni, na knaqe. E tani të hapim pakon, se mezi po pres të shoh edhe unë. Atëherë, gjëja e parë që do hap, edhe ishte e para kur ta dinte që mund nevojitet super shumë, është kjo drita. Kjo drita është një tip ring light i vogël. Shpresoj që të ketë bateri dhe të funksionojë. Unë nuk e di se si ndizet. No shit, s'ka bateri. Kjo duhet kariku. Edhe vendoset që nga herë zakonisht shumë e vogël, nuk e prisje të ishte kaq e vogël, edhe vihet tek telefoni edhe i bën dritë fytyrës time në mënyrë që të kemi më shumë dritë kur bëjmë video. Sa e çuditshme, shikoni ku e ka vendin e karikusit. Është jashtëzakonisht shumë e vogël edhe karikusi, po iki ta fus në karikim, edhe shpresoj që të karikohet sa më shpejt dhe ta vendos aty që t'na bëj dritë. Produkti tjetër nga pakoja e Shenit është ky kofshi. Ka edhe këmbët brenda, që sepse vihet në këmbë, sepse do e vej aty afër ambazhurit. Nëse i keni parë videot e tjera, e dini që unë sapo kam bler një ambazhur, edhe prap një pjesë e vogël aty duke i bosh, kështu që vendosa të blej këtë kofshin dhe të vendos një lule të vogël, një lule të lezetshme që nuk e di, mund të varet kështu ose edhe thjesht që shkon lart, po që nuk bllokon ambazhurin. Kështu duket okay, domethënë kjo ka kushtu diku te 11 euro nëse të gabohem. Ndërsa drita e vogël që ju tregova ka kushtu vetëm 1,50 cent. Edhe si që thash, po këmbë aty ka brenda, besoj i shihni kur lëviz kështu. Do e muntojmë edhe do ja u tregoj normalisht edhe me video se si do duket. Produkti tjetër është këtu, që nuk e di se çfarë do t'jetë, besoj do t'jetë një gotë. Kam porosit një nga ato gotat e bukura, nga ato tipiket për content Instagrami dhe YouTube-i. Tani unë e kam grosherën andej, po të hap shumë e këtë. U riktheva me grosherën, se ajo metoda idiote me stilolap normalisht nuk funksionon. Edhe tani ta hapim. Do bëj shtëpia zhull nga ky polesteroli. Zotin. Yay! E dija që është gota. It's so cute! A nuk është gota më e bukur që keni parë? Shiko. Okej, mos më fokuso gotën. Këtu do të kjo gota mund të pim kafe normalisht gjatë gjithë verës, kafen e ftohtë që unë e pi shumë gjatë verës. Mund të pim në i pije kështu tip koktejli ose edhe Aperol Spritzin. Këtu gjatë verës, domethënë në mbrëmje me miq se kështu një Aperol Spritz do ishte perfekt. Duke qenë se kjo qenë nga qelç goxha i mirë, domethënë unë jep atë ndjesinë e qelçit, besoj se qelç është materiali. Duhet marrë edhe një 3 tjera, të paktën t'i bëjmë 4 atje të kështu si set, edhe ngjaj bukur kur t'ja u shërbejmë edhe tjerë. Po gjithsesi, kjo për mua është 10 nga 10, është jashtëzakonisht shumë e bukur, nuk e prisja kaq të bukur. Tani, vazhdojmë me produktin tjetër. Produkti tjetër është ky organizuesi. Perfekt, atëherë këtë organizuesin e mora më shumë për të vënë parfumet,
sepse këtu më janë bërë lëmsh, më janë bërë kutia parfumesh, gjërat e mia të make-upit, edhe janë gjitha këtu sipër tavolinës, edhe parfumat do i zej perfekt, normalisht kjo është kuti plastike. Do i sistemoj pastaj edhe normalisht do ja u tregoj edhe me video se si duket. Gjëja e rradhës është kjo vazoja që qenë ka plastik. Nuk e mendova se do ishte plastik, me thënë drejtën. Mendova se do ishte një material më i mirë për të vënë lulet. Është okej, është e bardhë. Këtu mund të fusim ujin, nuk ka vrima që uji të depërtoj, edhe mund të fusim 2-3 lule, 2-3 tulipana, trëndafile, nuk e di, besoj se do ngjaj bukur, se ngjyra e bardhë duket bukur në përgjithësi, kudo që ta vendosësh. Okej, nuk e prisja këtë material, me thënë drejtën, pavarësisht se okej, nuk ka kushtu shumë, po që për mendimin tim kjo është një 6 nga 10. Tjetër që kemi tjetër. What is this supposed to be? Okej, po. Kjo është për të mbajtë tharsen tek banjoja. Ne na ka ngel, më thënë, është prish ajo që ngjitet në mur, edhe që varet tharsja, edhe kishte ngel tharsja si për lavatriçet, edhe më jep të shumë vezdigje gjithkohës. Se sa herë bën lavatriçet centrifugën, tharsja do bie për tokë, mirë që nuk është ty deri tani. Edhe mora këtë, që ngjitet në mur, edhe kjo, sepse normalisht duke qenë shtëpi me qira nuk ka rrinë bëjmë dot vrima kudo. Tani unë du ta kuptoj se si vendoset kjo, besoj vendoset kjo kështu, edhe kjo është ngjitsi. Po, besoj se po. Shpresoj shumë që ta mbaj. Jo që tharë se nuk është ndonjë peshë e rëndë kush e di, po që do e provoj pastaj edhe ta shohim se si do qëndroj. Gjëra të tjera që këto janë rroba. Këto janë rroba, i motin pastaj. Po kemi këto. Kishin rënë tokë, inshallah që janë thyë dhe pse e di se ç'a janë. Nuk i gjova as kur rënë tokë. Këtu janë 4 paqelqe. Luftuni për mua se mos t'jenë thyë. Ka më humbi gërshana. Shit. Kujdash. Nuk ka gojë, nuk flet. Okej. 1 është në rregull, 2 është në rregull, 4. Të gjithë janë në rregull. Është edhe kjo furça për t'i larë. Futet kështu, edhe këtej pastaj kështu. So cute! Tani pipat i kam, duhet blej vetëm gotat. Nga ajo që ju thash, ja t'ju tregoj se si do duket. Besoj se duket shumë nice. Okej. Tani më duket se kemi vetëm rroba, më duket se kështu gjëra për shtëpi nuk kemi më. Çfarë është kjo fatura? Unë kam porosit, po ja u them edhe këtë për kuriozitet, se shenjë në përgjithësi i ka lirë gjërat. Unë kam porosit 12 artikuj, 12 gjëra për 54 euro. Super me leverdi, dhe më thënë kam marrë shumë gjëra për shtëpi, kam marrë edhe rroba, më shumë janë rroba vere, rroba plazhi, pushimesh, sepse jemi në mars, edhe normalisht ne kemi fillu duke qeku ku janë ofertat më të mira për të kalu pushimet këtë vit. Mendjen e kemi më shumë ande nga Spanja, po nuk di akoma, nuk kemi asnjë gjë të qartë, po thjesht jemi gati me rrobat. Kurdo që ta prezim ultimin, me rrobat jemi okay. Atëherë, këtu kam një fustan. Kjo është një fustan njëshit, shpinën e ka komplet të hapur. Besoj se gjitha e dini që sheni rrobat i sjell me këtë çantën. Kjo
reusable, edhe të përdorshme prap. Këtu mund formoni një outfit edhe ta merrni me vete, ta fusni në valizh ose në çantën e shpinës kur do të shkoni diku. Edhe fustani është ky këtu. Është i shkurtër. Pjesën lart të dekoltesë ka kështu. Normalisht lidhet nga këtu pastaj me pjesën mbrapa të shpinës, ku shpina është goxha e hapur. Po gjithsesi më pëlqen, duket shumë bukur. Edhe është material i plotë. Kjo është ndër gjërat që ka kushtuar më shtrenjtë, me sa dion, ka kushtuar diku 18 euro, edhe më pëlqen. Është shumë material i mirë. Këtu kemi një kostum plazhi. Këtu kemi një kostum plazhi, është body, edhe duket, so cute, duket shumë i bukur. Duket kështu, është me kupa, normalisht, për të mos u duk keq. Lillcet këtu për ta shtrëngu sa dum ne, edhe vijnë edhe me këto të higjienës, që është perfekte. Edhe kjo rroba e plazhit, kjo rroba e plazhit është tip ngjyrë bordo, edhe vjen kështu, me njërin krah. Okej, më pëlqen. Super bukur, edhe kjo materiali është shumë mirë. Këtu është një kostum plazhi tjetër, ky është i ndarë. Mbathjet nuk janë as fix mbathje të plota, por nuk janë as ato të hollat komplet që ti ndihesh në ciklet kur je në plazh. Ngjyra më pëlqen shumë, edhe janë tipike ngjyrat e detit, qiellit, super të bukura. Edhe pjesa lart është kështu. Me këto topat sikur i kishte edhe mbathja poshtë. Ka kupa edhe kjo, normalisht. Besoj se do jetë okej për masën time, unë i kam marrë këto masa M. Këtu mendova se do ishte me lidhje, po jo që ka kështu si tip si ato truporet e vogla që vendosnim dikur. Po është okej, po thjesht kur janë kështu kaq trasha ngelet super shumë pjesa e bardhë e sytjenit aty, po s'ka problem se kemi rroba banje mjaftueshëm për t'i ndryshuar edhe për të heq atë të bardhën që ngelet. Pastaj kam, më duket është një kanatier e zezë, po. Është një kanatier e zezë me një krah që qefa super shumë e vogël. Më duket e vogël, nuk e di. Supozohet të jetë kështu. Duket i qik e vogël, po gjithsesi nëse s'mbjen mu, doja jap kushërirës, s'ka problem. Gjithsesi 3 euro ka kushtu. E doja në fakt diçka kështu me një krah, se duket edhe elegante edhe kur del darkash ditëve të verës. Po gjithsesi ta provojmë dhe ta shohim, se nuk e kam idenë si do duket. Gjëja e fundit fare është ky nuk është fustan, është tip coveri që e hell sipër kostumit banjos. Nuk di nëse ka një emër tjetër. Po thjesht, domethënë që mos dalësh vetëm kostum banja, kur shkon me pi një kafe ose një xhiro bregu detit, hell këtë sipër, edhe je okej. Është duket si material i punuar me dorë, që ka shumë i plotë, shumë i mirë. Seriozisht shumë i mirë. Domethënë, deri tani po më pëlqejnë pothuajse gjitha gjërat që kam marrë. Edhe është disi, është kështu. Vjen i gjatë, këtu është i hapur. Materiali, bravo, super. Domethënë pas kam bërë, sepse shiko, sheni është pak edhe se si ta zgjedhësh ti. Gjithmonë duhet të shihni review-t. Duhet shihni sa review të mira ka, çfarë review-sh ka për mënyrën se si rrin trup, për masat,
për materialin e tjerë. Unë kësaj herë jam mundu shumë që t'i shoh, edhe me sa duket funksionoka, se në përgjithësi gjitha gjërat që po shoh duken super të mira. Sepse herë tjera edhe unë normalisht jam zhgënjy. Nuk mund të gënjej të them që më pëlqen super shumë shenjë, po herë të tjera jam zhgënjy nga materialet, normalisht ose kishin ndonjë defekt, diçka. Po kësaj here, okay, duket gjithçka mirë. Kjo normalisht vjen kështu, rrobat e banjës poshtë edhe lidhet këtu. Shumë bukur, duket shumë gjë e bukur. Duket shumë nice. Kjo duket kështu. Në thënë të drejtën nuk e prisja ka gjithë vogël, duket si një kosh gjugj. Po, gjithsesi është okay. Mendoj se me një lule aty do duket mirë. Whatever. Pak e zhgënjur, po s'ka problem. Atëherë kjo ishte videoja për sot, kjo ishte një haul me gjërat e blera nga Shein, nga Vinted, edhe nga faqja origjinale e Guessit, siç edhe ja u thash. Edhe mos harroni të bëni një like, një subscribe, edhe shihemi në videon e radhës. Bye!